Elhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Falënderimi dhe lavdrimi takon Allahu xhaleshanuhu, kërkojmë ndihmë prej tij dhe falje gabimesh. E lusim Allahun xhaleshanuhu që të na mbrojë dhe ruaj prej të këqijave tona dhe të këqijave të punëve tona. Këndo udhëzon Allahu, s'ka kush e lajtit nga rruga e vërtet, këndo humb s'ka kush e udhëzon. Dëshmojmë se nuk ka zot tjetër dhe të adhuruar tjetër përveç Allahut, i vetëm i pashoq, dhe dëshmojmë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe i dërguar i tij. Motrat e dashura, si gjithherë falenderojmë Allahun xhaleshanuhu për mundësinë dhe inkuradrimin që po na mundson që të jemi së bashku në këta minuta për hir të fjalës Zotit. E inshallah kemi mundësi me përfitu prej këtyre ligjëratave të cilat i kemi të rregullta mujore. Sonte kemi përzgjedh një temë me laurën pak më të veçantë, që nuk flas shumë rreth kësaj teme. Jam ma optimiste, flas për përgjegjësitë dhe obligimet, kënaqësitë që dohet me arrit në rrit me Zotin. Gjithsesi dohet edhe këtë temë ta kujtojmë kanjëherë. Pra, kemi vendosur që të flasim rreth vdekjes, të cilën shumë njerëz po harrojnë dhe po mendojnë se kena ardhur në këtë botë të jetojmë përgjithmonë. Kanë harruar se jemi musafir të gjithë, e vendi ynë i përhershëm që do të jetë në botën tjetër është ajo se çka do të mbjellim ne në këtë botë. A kemi mbjell mirë? Atje inshallah do të shijojmë kënaqësitë dhe të mirat e xhenetit. Po nëse në këtë botë si jemi lodh shumë, kemi pas dëshirë, mi pas gjitha kënaqësitë e kësaj bote me realizu, atëherë në botën tjetër nuk do ta kemi rezultatin edhe aq të mirë. Pra, Allahu xhaleshanuhu e krijoi njeriun mesën e shumë krijesave që na dalloi me gjitha këto cilësi kaq të bukura dhe na i dha 4 etapa të jetës që kalon njeriu. Spari e kena jetën në barqet e nënave. Domethënë kur jemi ende pa dalë në këtë botë, që ajo është etapa e jetës së parë. Pastaj kalojna dhe vina në këtë dynja. Kjo është etapa e dytë, që dikush jeton në 30, 40, 50, tej 100, 120 vjet, sa i ka dhënë ymër Allahu xhaleshanuhu varësisht prej njeriut. Mandej është jeta në varreza, apo ndryshe quhet jeta në berzah, dhe gjithsesi përfundimi është edhe jeta e përjetshme që do të jetë pasi që të ndodh kiameti, qoftë kemi zgjedh për xhenet apo për xhenem. Pra këto janë 4 etapat e jetës që me të vërtetë motra të dashura Allahu xhaleshanuhu na ka mësuar në ajetet kuranore dhe përmes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Përveç asaj që jena në barqet e nënave që s'kemi kurfar obligimi, atëherë në momentin që dalim në këtë botë, fillon një jetë e re për neve dhe hapet një libër për secilin person. Hapet libri në të cilin do të shkruajnë me lajket për neve, qoftë mirë apo keq. Çfarë do vepre që bëjmë, Allahu do të na shënoj, melekët do të na shënojnë në atë libër. Pra, e dim se Allahu xhaleshanuhu motra të dashura në ajetet kuranore thot: kullu alejha fan. Çdo gjë mbi tokë është e përkohshme dhe do të zhduket. Domethënë, na ka informuar Allahu xhaleshanuhu në ajetin kuranor në surën Rahman se çdo gjë në këtë botë do të zhduket, do të përfundoj. Kush do të jetë përgjithmonë? I vetmi Allahu xhaleshanuhu është ai i cili është i pa fillim dhe është i pa mbarim. Prej cilësive të Zotit është El Hayy, është i përjetshëm. Çdo gjë në këtë botë ose ka fillim e nuk ka mbarim, ose ka fillim edhe ka mbarim. Cilat janë ato gjëra që kanë fillim e nuk kanë mbarim?
fillim janë ato të cilat kanë shpirtat tonë. E kanë fillimin, e kanë startin, por nuk kanë mbarim. Trupi vdes, mirë po shpirti jonë mbetet te Allahu xhaleshanhu dhe vazhdon jetën edhe në botën tjetër. Po ashtu xheneti dhe xhehenemi kanë fillimin, po janë për gjithmonë, nuk kanë mbarim ata. I vetmi Allahu xhaleshanhu pra motra të dashura është awwaluhu wa akhiruhu, i pa fillim dhe i pa mbarim. Është fuqi mbi absolute që e mban dhe udhëheq këtë botë. Pra, tjetrin ajet kuranor Allahu xhaleshanhu na paralajmëron dhe thot kullu nefsin dhaikatul maut. Pra po na thot Allahu, çdo shpirt do ta shijoj vdekjen. Thumme ilejna turjaun. Dhe kthimi është te na, domethënë te Allahu. Dhe këtu na potencon Allahu xhaleshanhu në këtë ajet kuranor që na tregon se me të vërtet motra në këtë botë nuk kemi ardhur për gjithmonë, por kemi ardhur me kalu një pjesë të jetës të cilën ai ka përcaktuar Zoti, por inshallah jemi prej atyre që jetojmë mbrana atyre kornizave të rregullave që na i ka caktuar Allahu xhaleshanhu, që ne duhet i ndjekim dhe të jetojmë në këtë botë. Na ka caktuar një rregull jetësor që na ka mësuar përmes ajeteve kuranore dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne mos sillemi verdall në tokë. Po çdo minutë dhe çdo sekond në jetën tonë ka vlerë. Ka rëndësi çdo moment që kalojna prej kësaj bote. Siç ka thonë edhe Ebu Dardai, ka qenë edhe një shok i pejgamberit alayhis salam, po ashtu kam fol shumë për vdekjen, shumë shok të pejgamberit. Edhe Hasan Basriu ka thonë, o biri i Ademit, jeta jote përbëhet nga ditët. Domethënë, kë jeta jo në këtë botë është të përmbame prej ditëve. Kur ikën një ditë, ikën një pjesë e jetës tënde. Sa logjike, sa bukur e ka thonë. Dhe nëse ikën një pjesë e jetës tënde, nesër do të ikë e gjithë jeta jote. Domethënë, ka pak, ka dal, ne harxojmë dynjon edhe hajmë furnizimin që na i ka caktuar Allahu në dynjë dhe ku shkojna? Drejt një vend takimi që kemi, që është përfundimi i jonë i secilit prej neve, është dalja prej kësaj bote. Po motrat, a kujtojna ndonjëherë, nëse në çet moment na vjen vdekja, sa jemi përgatitna për çet vdekjen? Shumë njerëz kur bisedojnë rreth vdekjes ose kur flasim temat rreth vdekjes dhe kur i thash dikujt tash, tha çfarë teme kime vol, thash e kam për vdekje, tha, tha s'po, tha diçka tjetër a. Domethënë, e ndin si një temë të ftoftë. Është një temë e cila është kogja prekse, edhe shumë njerëz frigohen veç emrin vdekje kur të ndëgjojnë. Po a dini kush janë ata që nuk frigohen për një fenomeni natyror që e din që ka me ardhë dhe ka me ndodhë? Jam besimtarët motra, besimtarët e sinqertë, të cilët e kanë jetu këtë jetë duke pas frikë Allahun, duke jetu nën rregullat e Allahut, ka fal namaz, ka xhiru Ramazan, ka dhënë zakat, ka dhënë sadaka, kush ka mundësi më na e mundsu Allahu me bë haxhin, po ashtu ka lexu Kur'an. Domethënë këtu janë rregullat e cilat na ka caktuar Allahu në këtë botë, mirësitë që duhet njeriu t'i veprojë në këtë botë, që ne mos të kemi frikë prej asaj e cila ka me ardhë dhe ka me ndodhë. Qofse po e ki frikën ti apo nuk e ki. Çka thojnë ana shpesh kur e përdorëm? Mos e baj tutën për srani. Mos e maj tutën veç rën me tarë në krahëror të tu se e ka me ndodhë një ditë. Si për mu, për ty, për ata dhe për gjithë kanë tjetër. Peshini motra për çdo ditë po ndëgjojna sa njeri po vdes. Diç filani, shkoj filani, domethënë po ndëgjojna fjalë shumë shpesh që po ndodhen e vdekjet papritshme, domethënë kohën më të mirë, as ka qenë smut, as diçka se ka njerë edhe vdekja i paraprin, ose i e smur, ose ka ndonjë aksident, ose ka një shkak që vjen deri te vdekja. Mirë po shumë njerëz në ditët e fundit po vdesin traptap, pa pas kurfar paralajmërimi. Omer ibn Hatabi thot,
çdo ditë dëgjojmë që vdiq filani, shkoj filani. Sa bukur edhe ky ka thonë këtë thonje. Do të vijë një ditë që të thuhet vdiq Umeri, vdiq Fehimja, vdiq ajo, vdiq kjo. Domthon, dhe Umeri aq shumë filloi të çaj, sa që dëneskën nga të çajturit, se tha se një ditë edhe dikush do të thotë vdiq Umeri. Po a thu motra qatë vdekjen kur të thot dikush se vdiq ti e unë e aj, qysh kena me përballu dhe në çfarë mënyre kena me dalë Zotit përpara? A jemi të gatshëm, a kemi kry obligimet dhe rregullat që ne ka caktuar Allahu në këtë botë? Me të vërtetë motra, nëse na nuk kishim qenë besimtar, është temë e ftohtë. Është temë me cila nuk e don kërkush. Kur e kujton vetëm varrin, qëndrimin i vetëm, mrena atij metri katror aq të vogël dhe aq të ngushtë. Pra, është pajagi një përkujtim i frikshëm me këshyr kështu logjikisht. Mirë po, në realitet, subhanallah, ai njeri i cili ka bë mirë, edhe ka qenë vepër mirë, ka qenë i preokupum me ato rregulla dhe obligime që na i ka caktuar Allahu në këtë botë, atëherë pejgamberi alayhis salam çka thot? Thot varri është si lulishte nga xheneti, ose është një grop prej gropave të xhehenemit. Domethënë, varet prej veprave tona, se çysh kemi vepru dhe çka kemi punu. Pastaj thot besimtari në varr, Allahu ja dërgon dikan që ai mos më mërzit. Ju kisha pyet, kush mendoni që ja dërgon Zoti? Kan ja dërgon nai tafër, nai bab, non, dikan për mos më mërzit ai në varr? Jo. Po kan ja dërgon? Ja dërgon Kur'anin. Ja paraqet përpara namazin, ja paraqet punët e mira të cilat e shoqërojnë njeriu në varr dhe ai nuk nin frikë dhe mërzi. E dini motra që gjithë këta kohë dhe mund që po bojna dhe gjithë këtë thirrje që po ja bojna, mësoni leximin e Kuranit, mësoni shkronjat e Kuranit, sikur Laura dhe unë po formojna grupe shpesh për m'ia mësu shkronjat e Kuranit. A dini pse po bojna gjithë këtë mund, edhe gjithë këtë thirrje që po mendojna për juve? Arsyeja është se Kurani ka më qenë dënmjetësues për neve në varr motra. Kurani ka më kërku prej Allahut që mos më na dënu Zoti, mos më na frigu varri, sepse ka më thonë Allahut, o Allah, mos e dëno robin tën për hatër se m'ka lexu mu. Ju marrë m'ja ndriqu varrin për hatër se ka nejt me net tëra i zgjuar duke mësu dhe duke më lexu mu. Pra Kurani është ai i cili ka më pas mundësi motra të dashura me ndërmjetësu për neve. Subhanallah, po ata të cilët nuk kanë qenë praktikues të islamit, çka mendoni qysh ka me qenë varri për ta? Më të vërtet ka me qenë i vend i vetmisë, ka me qenë i vend i egër, ka me qenë i vend i errësirës, i krimbav, ka me qenë i vend të cilin ka me thonë varri më përgadit për ty, në qështu jam puna jote, që ka që ke punu ti, edhe që kjo është rezultati punës tane. A mendoni sa ati ka me ardhë alkooli, bigjozi, pasunia, kamata, veprat e këqija që i ka bo, a kanë me ardhë ata mi thonë varrit mos e frigo? Jo. Ata në realitet kanë me qenë friga e tina. Kanë me qenë mundi tina, që ka me ndim mundim mrenda varrit. Frigë. Mbi të gjitha, unë e bëj një dua gjithë herë, bën edhe ju, ja u përësis edhe juve, ja u përkujtoj, më na mundësu Allahu me vdek shahid. Qysh ka thonë pejgamberi alayhis salam, nëse dikush aq shumë ka dëshirë me vdek shahid dhe bën dua vazhdimisht me pas gradën e shahidit, edhe nëse vdes në shtratin e vet në shtëpi, ka me pas gradën e shahidit. Për arsye se pse, aq shumë që ke pas dëshirë me qenë shahid. Ka me ta pranu Allahu inshallah duan. Se motra të dashura, i vetëm me trupit e shahidit, Allahu ja ka bo haram tokës me hangër trupin e shahidit. As krimbat, as kur gjë, as një frikë, as një ndyrësi, s'guxon me prek trupin e shahidit në varr.
Zoti ja ka lënë emanet tokës që nuk guxon me dëmtu as me hangër trupin e shahidit. Qysh kanë vdek, kush ka rënë luftë, Allah i mëshiroft, para 25 vjetë, sot mi zbulu varrezat, njëjtit janë. Domethënë pa u prish gjenazja tyne edhe trupat e pejgamberve. Këto janë dy kategoritë të cilat e ka haram toka për me hangër edhe me dëmtu trupin e tyre. Allahu na mundsoft dhe na boft prej gradës së shahidit, edhe na mundsoft që na me dal me ftyrat bardha para Zotit xhaleshanuhu. Me të vërtet, motra, kjo botë ka rregulla dhe ka ato principet që duhet na mi vepru, mirë po, une nuk jam një person pesimist, jam optimiste, gjithherë flas që ju thash për me punu, për me gjallnu, me jetu, me shiju këtë botë, mirë po që ka thonë pejgamberi alayhis salam, motrat dashurat, na duhet me pas një balans tjetës. Qysh është ai balansi? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, puno për këtë botë sikur nuk do të vdesësh kurr. Subhanallah. Atë shumë puno, domethënë për këtë botë sikur s'ki me vdek kurr. Mirë po puno dhe mendo për ahiret sikur ki me vdek nesër. Domethënë, kjo është që na duhet me pas një balans në jetë, edhe për këtë dynja, se pa i shiju dhe pa i realizu planet e kësaj dynjaje, nuk mujna me realizu as ahiretin. Domethënë, nëse na nuk punojna, nuk gjallojna, nuk qohemi dhe si jemi të shkath për mira arrit këto të mirat e dynjas, atëherë ti nuk mundesh me fitu edhe shpërblim, nuk mundesh me fitu edhe sevap, nuk mundesh me bë as pun, as mund për dikant tjetër, se je dembel. E baba jem rahmetlia the ke gjithherë një fjalë. Demelit i ke vajzat e mia as dynjan as ahiretin, edhe në realitet që ashtu është. Kur je dembel, as nuk qohesh me shiju të mirat e dynjas, as nuk shkon me eksploru dynjan, me pa, me shetit, me dal, mu knaq, po as për ahiret s'u bën kur gjë. Se ti pa u qu me bë mund, me marr abdest, me kry obligimet cilat ne ka caktu Zoti që duhet para namazit, ti s'u fal namazin. Domethënë ti jet pa edhe pa realizimin e obligimit që na ka bë Zoti. Nëse nuk qoni ju mu lodh, mu mundu për me mësu shkruar, nuk mëni me lexu Kur'anin për me arrit sevapet. Domethënë, nëse na nuk kem parë, nuk bajmë mund, edhe nuk punojmë, nuk mundesh me shku dhe në qabe, nuk mundesh me shku me pa xhamin e pejgamberit. Pse? Je kon dembel, se nuk ka arrit ato të mundësit mira që kanë qenë në dynja. Që to që arrinat dhe ja realizojna në dynja, janë benefitet të cilat do të korrum në ahiret. Për ata pra, prej besimtarit kërkohet që muslimani me qenë i vullnetshëm, me qenë punëtor, me qenë këmbgulës, domethënë me pas plan dhe rregulla jetësore. Dhe ka caktuar Allahu planin jetësor. Çfarë ka thonë? Apo e shihni, një periudhë jetës e sevapëve për me arrit mbaron, vjen tjetra. Tash kemi fillu në mujtë e mdhaj. Tash duhet na me përgadit veten, edhe në aspektin e namazit, edhe në aspektin e agjerimit, edhe në aspektin e leximit Kuranit, që unë në gjitha grupet e kum pështu edhe leximin e Kuranit ma shumë, plus edhe në xhami kena fillu edhe një hatme para se me ardh Ramazani, në mënyrë që na me qenë ma të gatshme, ma të përgaditne për Ramazan, me qenë hazdër, për me fillu e vërullt shumë çdo aktivitet, edhe me shiju 100% çdo ditë dhe çdo moment muajit të Ramazanit. Për arsye se ajo është një begati e cila nuk vjen shpesh, veç një herë në vit na vjen ai mysafir. Por ata na do të mush me full energji që kur vjen Ramazani me kanë të gatshme për me realizu gjitha ato mundësit të cilat na i ka dhuru Allahu xhaleshanuhu që të arrim shpërblimet sa ma shumë në muajin e Ramazanit. Po ashtu, fenomeni i vdekjes është që nuk duhet njeriu edhe me majt gjithherë ndër dije dhe në mendje e me të pengu nashta për realizimin e dëshirave ose diçka të kënaqësive të kësaj bote. Arsyeja pse? Kur flas kështu me xhamat, më thonë, "Valla mësues, unë shumë tut na vdekjes." Domethënë ajo ka fituar edhe një fobi. Ajo ka fituar edhe një stres aq të madh, saqë sa herë të kujton vdekjen e shtyp trunin. Fillon edhe naj smundje e trunit mi o bo asajna në atë mënyrë. Nëse na vazhdimisht e mojna ku kina me dek, po ki me dek. Ai që
ka lind edhe ka me vdek, domethënë këto dine, këto mos e hiqni prej trunit, po jo na me mojnë ndër dijen tonë që më na penalizu dhe më na pengu në realizimin e planeve dhe dëshirave të kësaj bote. Qa thot pejgamberi alayhis salam? Kujton e shpesh ata e cila ajo prish qefet e dynjas. Kush është ajo? Ka thonë është vdekja. Po jo ato qefet e mira, po ato qefet e këqija dhe rrugëve të këqija që shkojnë njerëzit. Se na jena besimtar dhe sa herë kujtojna, nashta mundet më na shty ma shumë për me punu ma shumë që ka me ardhë qaj e ditë. Po jo më na penalizu dhe më na nalë me thonë, hajt bese ka me dek edhe s'po bëj kur gja. Po rrit tanë ditën e lume, ashtu kështu ka me dek. Po kena me vdek, ashtu kështu kena me vdek. Po qaja vdekja qysh ka me na ardhë. Për arsye se qofse na kena punu mirë edhe na kon shpirt mirë, shpirti jo kanë jetu brenda një trupit mirë, me energji të mirë, atëhere motra ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur i vjen momenti i vdekjes së robit tim, robit të Zotit, vinë dy melek me një qefin nga xheneti, me një aromë të këndshme, me një aromë të mirë, edhe shkojnë te njeriu i cili i ka ardhur momenti i vdekjes. Vjen meleku i vdekjes, melekul maut e ka emrin, edhe i thot, o shpirti mirë, dil prej këtij trupit mirë. Do me thonë, i thot me një qetësi, ja merr trupin ka dal, shpirtin nga dal, edhe e thirr nga dal, pa frigu. Edhe e pyet, hajde, a po del prej këtij trupit tënd të mirë? Po, çka ndodh? Ka thonë pejgamberi alayhis salam, aq let i del shpirti prej trupit besimtarit, sikur kur të nxjerr qimen prej t'lynit. Qaq e ka përshkru qaq let që i vdes, edhe i del shpirti prej trupit. Edhe thot e marrin ata melek, atë shpirt e nisën nëpër qiell. Edhe duke shku qiejve lart, melek të pyetin, kush o ky njeri me këtë erë kaq të mirë? Se për punëve të mira na vjen edhe era e mirë, edhe xhenazës i vjen era e mirë. Edhe thot melek i përgjigjen, thonë filani i biri filanit. E thrasin, e thuj me emra të bukur të mirë që kanë thirrë edhe njerëzit në dynja. Dikush e ka, nashta e thirrin shumica njerëzve, ajo e devotshmja, ajo e sinqerta, ajo besimtare, shumë e sinqerta, ajo shumë e mirë, domethënë me qita emra të bukur që na kanë thirrë dikush në dynja për shkak të veprave tona të mira që i kemi pas, ashtu do të na emërtojnë edhe melekët duke na dërguar në qiell. Edhe na hapet atje dyert e qiellit dhe na urojnë mirëseardhje atij shpirtit mirë edhe e kthejnë te trupi derisa t'i vjen momenti edhe me shtin në varr edhe kthehet shpirti në varr. Mirë po nëse njeriu është vepër keq, edhe ka qenë njeri i keq, s'ka qenë praktikues i islamit, s'ka qenë besimtar, atëherë thot pejgamberi alayhis salam, Allahu mos na i boft kur me kam prej atyne. Thot, shkojnë dy melek, e marrin një qefin në xhehenem, me një aromë shumë të keqe. Edhe shkojnë te ai shpirti i keq. Vjen meleku i vdekjes edhe i thot, udkhul, dil o shpirti i keq, prej këtij trupi kaq të keq. Domethënë e urdhëron atë mënyrë, sikur neveritshme, e urdhëron që dal prej atij trupit. Po qysh ka me dal motra? Aq zor dhe aq vështirë, ka thonë pejgamberi alayhis salam, e ka përshkru, sa që ka thonë, i del sikur gjemba, therra, që del prej leshit të zor, që ashtu ka thonë del edhe shpirti prej trupit keq, del shumë me vështërsi edhe del shumë zor. Edhe të njëjtën procedurë e bajnë melekët edhe pyesin, kush o ky njeri me këtë erë kaq pakëndshme, kaq i keq? Thojnë filani, biri filanit. E potencojnë me emra të këqij që është quajtur edhe në dynja. Pra Allahu mos na boft prej atyre, gjithherë kam qef me fol rreth kësaj të mire, se inshallah këtë kena me qenë ka kjo e mira, po me të vërtet motra të dashura, vdekja sido që t'jetë, ka dhimbje. Dhimbjet e vdekjes janë të papërshkrueshme. Vetmi person që ka pyet Allahu xhaleshanuhu apo don me vdek, a me jetu hala në dynja, ka qenë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Kur i ka ardhur momenti i vdekjes, i ka shku dhe ka pyet ja Resulallah, ka dërgu Allahu me marr një emanet që kam te ti. Ka thonë, a don me vazhdu me jetu në dynja, apo don me ta marr shpirtin dhe me shku te Zoti?
thot ka përfundu, qysh ka thonë Zoti, ka përfundu koha jem, edhe mirë se veni edhe merrni prej kësaj bote. Po kur i ka ardhur momenti me dalë prej kësaj bote, subhanallah, ka qenë afër Fatimja, vajza e vet, sepse vetmi fëmijë mas pejgamberit që ka jetu dhe 6 muaj ka qenë Fatimja. I thot, oj Fatime, ma bjen një kofe me ujë, edhe lag ma ballin, se vallahi dhimbjet e vdekjes kanë shumë të vështira, edhe të kanë shumë trana, edhe ka kërkue prej Allahut, ka thonë Allah, sikur të kish qenë mundur, krejt dhimbjet e vdekjes të metit ten, deri në kiamet që kanë me vdek, mi kishe qitë mu që tasht. Unë ti kisha përjetu për krejt metin tem, mos të kishin përjetu i meti jem këtë dhimbje se shumë trana të kjanë. Subhanallah, po i msheshu me po shumë na ka dasht pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe në momentin e vdekjes e ka përkujtu i metin e vet, na ka përkujtu neve, që ka thonë, unë pidu që të dhimbje, ka dasht me përbalu krejt qatë dhimbje, qatë siklet të vdekjes, vetëm e vetëm prej dashurisë që ka pas për neve, ka thonë vetëm i meti jem, mos të përjeton këta që jem të përjetuone. E Allahu na mundsoft shefatin e tij, edhe na i shtuf dashurin ndaj pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ashtu qysh na ka dasht edhe ai neve, edhe ka mendu për neve, e ka ba kërkesat e Zotit gjithherë për neve, që Allahu mos më na dënu, Allahu na baf për atyre që mos me qenë dënuar, mos me shijue as një moment dënimet e varrit, as dënimet e zjarrit, po Allahu na mundsof që me qenë për atyre shpirtave të mirë, që më na dal shpirti let edhe mirë, me përjetu natën e varrit mirë, edhe inshallah jemi prej atyre që kemi pas mundësi me dhon përgjigje në natën e varrit, kur na vin 3 melek, po sa kthehet shpirti në varr, edhe vin 2 melek edhe na pyesin 3 pyetje. Thonë, kush është Zoti yt? Ai njeri i cili ka jetu sipas rregullave të Zotit në këtë botë, ka me ditë dhe ka me thonë, Zoti im është Allahu. Kush është pejgamberi yt? Ka me thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Po kush është feja jote, cila është feja jote? Ka me thonë Islami. Pra këto janë 3 pyetje të cilat motra kanë më na i bë me lekt posa të kthehet shpirti në varr, e na mbulojnë me dhe, po inshallah kemi me qenë prej atyre që kemi jetu sipas këtyne fjalëve, që në mënyrë me ditë me dhon përgjigje. Po nëse nuk kemi jetu sipas rregullave të Allahut, na as kena me ditë me thon Zoti im është Allahu, as pejgamberi im është Muhamedi, as feja ime s'kena me ditë me thon që është Islami. Se s'ka me ditë me fol goja jote, mbaz veprave që kena me jetu në këtë botë, kena me qenë edhe në varr. Edhe a dini që pyetja e parë motra të dashura në varr, prej veprave që kena ba në këtë botë. Kjo është pyetja prej veprave. E para ka me qenë se a ke qenë namaz falës, a ke falë namazin. Pejgamberi ka thonë, qofse me namaz i keni punë të mirë, atëherë krejt punë tjera kanë me qenë rregull, edhe vepra tjera që ke ba në dynja, Allahu ka me ba mëshirë, edhe lëshimet që kena ba, gjunat që kena ba inshallah për hatër të namazit, ka më na falë dhe më na mëshiru. E inshallah motra jena prej atyre të cilat e rujmë namazin, e falim me rregull namazin, e jo asese me pas atë frikën se qysh kemi edhe me dhon përgjigje Allahut kur do dalim për ati, s'kena arsyetim, sado që mundohemi me arsyetu veten, jo se s'po di, jo se s'po moj, jo se s'kam kohë, këto janë vetëm që i bën qef veti. Te Allahu nuk kemi arsye, motra dashura këto dine. Nuk ki asnjë arsye për lanjen e namazit, për arsye se i vetmi namazi ka thonë Allahu, qofse s'munësh në kam fale ullur, nëse s'munësh ullur fale shtrit, nëse s'munësh shtrit, që ka thonë? Je i paralizum krejt, me qerpik, me isharete fale namazin, edhe s'ki arsye me lanë. E na veç për pik qefit, për hallet dhe qefet e dynjas, shpesh herë lajna namazin, na shko namazi, po mos të harrojmë se do t'japim llogari dhe përgjegjësi për çdo vepër, qoftë ajo sa ma e vogla që ka qenë në këtë botë, na do t'japim llogari për Allahut. E shoqërusin ma të mirë motra që tu në varr, kanë e kena veprat tona. Allahu na mundsoft që veprat tona me qenë të mira dhe me qenë prej atyre të cilat kena me pas shoqërues të mirë në momentin kur do dalim prej kësaj bote dhe sa t'jemi në varr,
edhe jetën e varrezave sa të jetojmë, inshallah veprat tona kanë me dëshmu për punën tonë. Allahu ju shpërbleft e ju nderoft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.